Shejti I ditës 19 mars. Shën Jozefi, mbrojtësi I kishës dhe shembull I besnikrisë. Shën Jozefi, burri I Virgjërës Mari dhe ati toksor I Jezusit, është një figurë thelbësore në historinë e shëlbimit, një model I madh I besimit, përvojtrisë dhe bindjes ndaj Zotit. Ndërsa ungjit na japin pak detaje për jetën e tij, ajo çfarë dim është e mjaftueshme për të kuptuar madhështinë e këtij shejti të heshtur, por të fuqishëm. Shën Mateu e paraqet Shën Jozefin si një njeri të drejtë, një titull I rrallë në Bibël që tregon jo vetëm ndershmërinë e tij, por edhe besnikrinë e thellë ndaj Zotit. Ai ishte pasardhës I mbretit David dhe përmes tij edhe Jezusi u bë trashëgimtar I kësaj linje mbretërore, duke përmbushur profecitë e beslidhjes së vjetër. Por ndryshe nga paraardhësit e tij mbretëror, Jozefi jetonte në një jetë modeste si marangoz, zdrugtar në Nazaret. Ai ishte një njeri punëtor që e siguroi jetesën e familjes së tij me djersën e ballit. Në këtë thjeshtësi dhe përvojtri, ai gjeti lavdinë e vërtetë, duke u bërë kujdestar I vetë birit të hyjit. Ungjit na tregojnë 3 momente kyçe në të cilat Zoti I flet Jozefit përmes ëndrave. Në 1, thirrja për të marrë Marinë si gruan e tij. Kur mësoi se Maria ishte shtatzën, Jozefi u gjend përballë një sprove të madhe. Ai nuk e kuptonte plotësisht misterin e ngjizjes së Jezusit, por duke qenë I drejtë dhe I mëshirshëm, vendosi ta lërë Marinë në heshtje për ta ruajtur nderin e saj. Megjithatë, engjëlli e siguroi në ëndër: Jozef, biri I Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Pa bërë pyetje, Jozefi I u bind dhe e mori Marinë në shtëpinë e tij. Në 2, ikja në Egjipt. Kur Herodi kërkoi të vrasë fëmijën, Zoti udhëhoqi Jozefin të merrte Marinë dhe Jezusin dhe të iknin në Egjipt. Ky udhëtim ishte I rrezikshëm dhe I mundimshëm, por Jozefi e përmbushi me besnikri detyrën e tij si mbrojtës I familjes së shenjtë. Në 3, kthimi në Nazaret. Pas vdekjes së Herodit, engjëlli e njoftoi Jozefin se mund të kthehej me familjen e tij në Izrael. Ai nuk u kthye në Jude për shkak të pasardhësit të Herodit, por u vendos në Nazaret, ku Jezusi do të rritej në siguri. Në të gjitha këto momente, Jozefi nuk foli, nuk kërkoi shpjegime, por thjesht veproi. Ai është shembulli I përkryer I bindjes së menjëhershme ndaj vullnetit të Zotit, duke jetuar fenë e tij jo me fjalë, por me vepra. Roli I tij si baba dhe kujdestar I Jezusit. Edhe pse Jezusi ishte biri I hyjit, në familjen e Nazaretit, ai I u bind Jozefit dhe Marisë. Kjo tregon se Jozefi nuk ishte thjesht një figurë simbolike në jetën e Jezusit, por një baba I vërtet që e edukoi, e udhëhoqi dhe e mbrojti me dashuri të madhe. Si marangoz, gjegjësisht zdrugtar, ai I mësoi Jezusit zanatin e tij, duke e përgatitur për një jetë të thjeshtë, të përvojtë dhe të punës së ndershme. Mësimi më I madh që ai I dha birit të hyjit nuk ishte një aftësi profesionale, por shembull I një jete të drejtuar nga besimi
dhe përkushtimi ndaj Zotit. Shën Jozefi, mbrojtësi i kishës dhe shembulli i punëtorëve. Për shekuj me radhë, Shën Jozefi është nderuar si mbrojtës i kishës katolike, pasi ai e mbrojti Jezusin dhe Marin në kohën e tyre më të vështirë. Papa Piu IX e shpalli atë patron, domethënë pajtor të kishës univerzale, më 8 dhjetor të vitit 1870. Ai është gjithashtu mbrojtës i familjeve, i punëtorëve, i baballarëve, ndërtimtarëve, i emigrantëve dhe i atyre që janë në fill të vdekjes. Si njeri i drejtë dhe punëtor i ndershëm, ai është frymëzim për të gjithë ata që përballen me sfida në jetën e përditshme. Ndër shqiptarë dhe në botë, shumë kisha dhe vende të shenjta i janë kushtuar Shën Jozefit, duke përfshirë oratorin e Shën Jozefit në Montreal, një nga vendet më të mëdha të pelegrinazhit kushtuar atij. Shën Jozefi si model për ne sot. Në një botë ku shpesh lavdërohen pushteti, fama dhe pasuria, Shën Jozefi na kujton rëndësinë e thjeshtësisë, përvojtrisë dhe besnikërisë ndaj Zotit. Ai nuk ishte një njeri i madh sipas standardeve të botës, por ai ishte një gjigant shpirtëror që iu përgjigj thirrjes së Zotit pa hezitim. Duke ndjekur shembullin e tij, edhe ne mund të mësojmë të jetojmë me besim të palëkundur, të mbrojmë ata që na janë besuar dhe të kryejmë detyrat tona të përditshme me përkushtim e dashuri. Shën Jozef, mbrojtës i kishës dhe i familjeve tona, luto për ne.